turizmi i Kosovës tashmë po shënon rritje të dukshme, rritje të numrit të vizitorëve, rritje të net qëndrimeve dhe vit pas viti kemi rritje, nëse analizojmë vetëm muajin e fundit, kemi dikon 9.4% rritje të numrit të vizitorëve me të njëjtën periudhë të kohës paraprake të vitit kaluar. Sot kemi një numër rekord të turoperatorëve të bizneseve në Kosovë që janë prezent në këtë panel. Kemi mbi 16 shtete pjesëmarrës dhe kjo është një mënyrë shumë e mirë që të kemi sa më shumë takime, sa më shumë koordinime dhe sa më shumë partneritete në mes të Kosovës dhe gjithë këtyre turoperatorëve. Pjesëmarrja e rreth 400 kompanive nga 20 vende, afër 20 vendeve, dëshmon qartë rëndësinë në rritje të sektorit të turizmit dhe rolit të tij në afrimin e vendeve dhe njerëzve. Vendi ynë është i bekuar me një trashëgimi të pasur kulturore, histori të lashtë dhe bukuri natyrore që ofrojnë përvoja autentike për çdo vizitor. Nga monumentet historike dhe traditat e gjalla, deri te mikpritja e ngrohtë dhe gastronomia unike, ne synojmë të krijojmë një ofertë turistike që frymëzon dhe mbetet në kujtesë. Ministria e Kulturës dhe Turizmit është e përkushtuar të zhvillojë dhe promovojë turizmin e qëndrueshëm, duke ruajtur njëkohësisht identitetin ton kulturor. Ky panajër i cili tash disa vite organizohet në patronatën e komunës së Prishtinës është ndruar ashtu siç tha dhe zotri Bakiu në një platformë të rëndësishme për bashkëpunim, rjetizim dhe promovim të turizmit, si në nivel rajonal, po ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Prishtina ka potencial të madh për më u zhvillu si një qytet, një destinacion turistik. Andaj ne si Drejtoria e Turizmit po ashtu në komuna e Prishtinës, përmes iniciativave tona synojmë të arrisim këtë potencial dhe ta bëjmë qytetin tonë gjithë një emër tërheqës për vizitorët. Për ne është masë e rëndësishme edhe është mund të them ajo pika kryesore ku pasi duke ardhur nga qyteti i Ulcinit aty ku kosovarët e kanë do të thotë një pjesë të zemrës tyre edhe ne e quajmë një pjesë të detit të tyre, është shumë e rëndësishme për ne dhe nuk është hera para që marrë pjesë në këto panajire, po është me 10 herë që vi këtu në Kosovë për të treguar atë sigurinë, për të treguar atë çka ofron Ulcini, se gjithmonë në çdo vit kemi ndryshime, por për t'ju siguruar që jeni gjithmonë mirëseardhur për t'i dhënë garanci për gjitha aspektet se çka përcjell një sezon turistike verore, duke filluar nga pastërtia, nga siguria shtencore, siguria e përgjithshme etj. Ajo që është shumë e rëndësishme që bën edhe një hap edhe më të madh është investimi i përbashkët i kosovarëve dhe ulcinakëve në Ulqin, në komplekse edhe turistike edhe në komplekse të tjera me rëndësi. Investimit cilën e kanë bërë kosovarët në Ulqin të kalon më se 1 miliard euro. Ndoshta kjo është një shumë që është edhe më e madhe, por pa them kështu parafërsisht. Por ajo që unë le të them e kam diskutuar edhe me zotin Hoti dhe me mjaft kryetar komunash apo qoftë edhe me aktorë të rëndësishëm turizmit, kam idenë që ne jemi vendet vogla dhe panajirët tona prap nuk arrin atë qëllimin që t'je një platformë B2B e rëndësishme dhe gjithmonë është për mendimin dhe që qëndroj mendimin që ne të bëjmë një panajir mbar kombëtar, mbar shqiptar, gjithë hapësirën mbar shqiptare, me qëllim që të promovojmë identitetin tonë kombëtar, një paket për bashkët dhe një brand shqiptar pra mbar kombëtar. Kështu që mendoj se kjo do jetë edhe më suksesshme, do ketë pjesëmarrje më gjerë
dhe mbi gjitha do të marketoj edhe disa zona shqiptare të themi që nuk e kanë tashme atë ndoshta vëmendjen apo atë le themi marketingun e mjaftueshëm.